Të paktën 6 persona u lënduan sot në përleshjet mes mijëra protestuesve dhe policisë në qendrën e Stambollit, pasi autoritetet nuk lejuan organizimin e mitingut tradicional të 1 majit në qendër të Taksimit. Policia përdori topa ujë dhe gazin lotësjellës për të shpërndar turmën, e cila nga ana tjetër gjuante me gur dhe koktej molotovi. Këtë vit autoritetet turke ndaluan protestat e 1 majit sepse në sheshin e Taksimit kryen punime rindërtimi. Armiqet dhe trenat në Greqi sot nuk ishin në qarkullim sepse të punësuarit e sistemit hekurudhor dhe atij detar ishin në grevë të përgjithshme. Probleme qarkullimi në Athinë ka edhe me autobusët dhe trolejbusët. Metroja filloi punën në orën 9, por nuk shkonte deri në aeroportet ndërkombëtare. Demonstrata me rastin e 1 majit u organizuan edhe nga Federata e Sindikatave të Pavarura Ruse. Në sheshin e Moskës dolën rreth 70.000 punëtor, madje të mbështetur edhe nga përfaqësuesit e partisë në pushtet Rusia e Bashkuar. Në Moskë mbajt edhe parakalimi tradicional me ikonografi të komunizmit dhe parulla për më shumë të drejta të punëtorëve. Protesta me kërkesa të njëjta kishte edhe në anët e tjera të botës. Më masive ato ishin në Taiwan, Singapur, Korenë e Jugut, Indonezi. Ndërkaq në Francë, partia diastiste e Martin Le Penit 1 majin e shfrytëzoi për të rritur pjesëmarrjen në publik. Kjo parti nacionaliste sipas sondazheve renditet e dytë pas asaj të Nicolas Sarkozys, edhe para socialistëve në pushtet të François Hollandit, populariteti i së cilës po bie dukshëm. Në marshin e sotëm u tha se në rast të parë Franca duhet të vendosë interesat e francezëve. Një lëkundje e tillë ka dëmtuar edhe besimin në institucionet e përbashkëta evropiane, si rezultat i krizës ekonomike në këtë vend.